si institucioni përfaqësimit, por si instrumenti heshtjes. Heshtja është një nga brengat më të mëdha të historisë sonë bashkëkohore. Prej më shumë se një muaj, opozita nuk ka të drejtë fjale. Prej më shumë se një muaj, kryeministri, qeveria dhe mazhoranca nuk flasin as vetë nga frika ndaj të vërtetave. Nuk ka interpelanca, nuk ka debat, nuk ka pyetje, nuk ka përgjigje. Ka vetëm njoftime procedurale, arrogancë, indiferencë dhe urdhra që zbatohen me kokën ulur. Çudi se si ndonjërit nuk i dhem qafa nga kukulja. Ky është jo vetëm një sulm ndaj opozitës, por megjithatë një dhunim i parlamentarizmit si shtyllë e demokracisë. Sepse, siç e ka thënë Robert Schuman, një prej themeluesve të Europës moderne, demokracia nuk mund të ekzistojë pa respekt për të vërtetën, pa respekt për vetë njeriun. Dhe pikërisht kjo po na mungon, respekti për të vërtetën dhe respekti për qytetarin shqiptar që përfaqësohet këtu jo për të heshtur, por për të folur. Para pak ditësh ju e votuat një qeveri të re, dhe me të edhe një program 4 vjeçar, me sakt një hartim politik, funde krye propagandë. Ju ende s'keni realizuar 30% e programit të vitit 2013. Nuk e prezantuat, nuk e shpjeguat, nuk e diskutuat. Nuk ndjet detyrim të thoni shqiptarëve se çfarë keni ndërmend të bëni për 4 vitet e ardhshme. Një votim i ftohtë, i shpejt, pa asnjë fjalë. Kjo është mënyra si e kuptoni ju marrëdhënien me qytetarin. Duket se keni ardhur këtu me koncencion. Ju po ndërtoni një realitet politik të shëmtuar, ku debatit i keni shpallur luftë, ku të vërtetën e keni shpallur armike dhe opozitën tentoni ta merrni peng. Sot nuk jemi në krizë politike, jemi në krizë të shtetit ligjor, jemi në krizë të vetëlirisë. Jemi në krizë ndërgjegjeje dhe në krizë dinjiteti. Jemi të sulmuar nga banaliteti, lëshia e ndyrë e korrupsionit. Jemi bij të një shteti të uzurpuar e të dhunuar. Jemi prindër të fëmijëve që kemi mohuar të armën. Nuk mund të harrojmë se si e morët përsëri pushtetin, me një farsë zgjedhore, me drejtësi të komanduar, me lider të opozitës të arrestuar, siç ishte rasti i zotit Sali Berisha, në shkelje të çdo norme demokratike. Dhe tani, pasi e morët pushtetin, nuk u mjafton heshtja juaj, kërkoni edhe heshtjen tonë. Në demokraci çdo njeri ka të drejtë të heshtë, por askush nuk ka të drejtë të heshtë tjetrin. Por t'jeni të bindur, e vërteta nuk merr zvarr. Ajo e gjen rrugën për të shpërthyer. Dhe kur ajo del në dritë, ju nuk do të mund ta sulmoni vetëm me procedura, por do të përballeni me pasojat e heshtjes që sot mendoni se është fuqi. Do të përballeni me njerëzit që sot i mendoni të trembur, do të gjykoheni nga drejtësia që sot e keni nën tutel. Ndërkohë jashtë iku vendi është në rënje, në ikje, në boshatisje, në varfëri, e mbi të gjitha dhe fizikisht në errësirë. Lezhë, vendi im, mbetet pa drita pas çdo stuhie, po kaq fshatrat përreth, Zemeni, Zadrima, Torovica e plot të tjerë. Qytetarët ndihen të braktisur, të harruar, punësimi është i gjithë me kriter politik, i gjithë me luftë klasësh. Asnjë përgjegjësi, asnjë plan, vetëm propagandë. Rruga Milot Balldren, e vetmja lidhje që e çon Shqipërinë fizikisht drejt Europës, është bllokuar. Është kthyer në një makt për banorët dhe për turistët, për socialistët dhe për demokratët. 3 herë në 12 vjet në është thënë se është bërë tenderi, dhe çdo herë ka qenë një gënjeshtër elektorale, teksa ferri vazhdon. Edhe dasmat, edhe mortet asaj janë tashmë nuk i bëjnë në verë, sepse kanë frikë se turprohen, nuk janë rrinë dot të shkojnë. Veriu është i izoluar, por për ju mjafton që premtimin ta mbuloni me premtim, as sa muri gënjeshtrave të bëhet as që trash sa të pengoj faktet. Minatorët e Spaçit i trajtuat si kriminal në vend që t'u plotësoni kushtet, t'u jepni statusin që ju takon, ndërsa kriminalet i trajtoni si akademik në një vend që s'ka akademi. E ndërkohë që vendi është në këtë gjendje,
edhe institucionet e tjera që duhet të ishin të pavarura janë shtërruar në degët e ekzekutivit. Presidenti i Republikës, Zoti Bajram Begaj, të cilin padrejtësisht e mendonim të paqen, por jemi gabuar, në fakt është i dëmshëm. Ka zgjedhur të mos jetë më garant i unitetit kombëtar. Ka zgjedhur të jetë garant i interesave të veta meskine. E të njëjtën kohë shërbëtor i mazhorancës, kamarier LPP i kryeministrit, me akte, me gjeste, me fjalë. Një president që e sheh veten si zgjatimi i pushtetit dhe jo si përfaqësues i gjithë qytetarëve është një dëm për vendin. Kjo është një tradhti ndaj shoqërisë. Prandaj ne jemi këtu për të mos heshtur, për të kujtuar çdo ditë se parlamenti nuk është pronë e mazhorancës, por është themeli i Republikës. Dhe kjo Republik nuk do të bëhet monarki obskurantiste. Nuk do të përvetësohet, nuk do të shndërrohet në pronë private. Kjo tendencë ushqehet me heshtje, ndaj nuk doni debat, kjo ushqehet me urdhra pa transparencë, kjo ushqehet me lojra force, pa respekt për qytetarët, pa respekt për të vërtetën. Sepse, siç e tha Schuman, edhe po e përsëris me forcë, demokracia nuk mund të ekzistojë pa respekt për të vërtetën, pa respekt për njeriu. Sot ky kuvent po i humbet të dyja, për sa kohë që ne jemi këtu, fjala do të jetojë dhe fjala do të jetë arma jonë më e fortë. Nuk i trembemi asnjë çmimi, asnjë sakrifice për mbijetesën e pluralizmit. Ju e mbyllni parlamentin, por fjala do t'ju djeg ka pas. Ajo ka qenë e para, do të mbetet e para. Dhe ju nuk do të arrini fundin e historisë. Ajo do të çojë tek etri tuaj politik. Kjo nuk është Shqipëria europiane. Ky është Arnautistan, me një stan që ka këtë bylmet. Faleminderit. Fjalën e ka